Pak kohë nga shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues Radio Televizionit Shqiptar, Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka zhvilluar seancën dëgjimore për kandidatët e rinj që aplikuan për anëtar të këtij këshilli. 67 kandidat paraqitën dokumentacionin sipas kritereve të përcaktuara, për të cilat nisi këtë të hënë faza e dytë, ajo e dëgjesës. Kandidatët janë emra të spikatur në fusha të ndryshme, si në art e kulturë, në fushën e komunikimit, jurist, kontribues në median e shkruar dhe atë vizive, përfaqësues të shoqërisë civile, gazetar. 31 prezantimet e para paraqitën qasje në lidhje me pozicionin që do të kenë si antar të këshillit. Të martën do të vijohet edhe me 36 prezantimet e tjera, ndërsa pas përfundimit të plotë të dëgjesave do të bëhet edhe përzgjedhja e tyre. Më herët, Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka propozuar që kozgjatja e mandatit të antarëve të rinj të këshillit, por edhe kryetarit që pritet të zgjidhen, të jetë një mandat i plot 5 vjeçar.